Përshëndetje, pse jeni drejtuar emisionit Stop? Kam punuar si sanitare në kopshtin Çlirim 2 në Berat, vajta për të rinovuar kontratën në drejtorinë arsimore dhe ai më tha që është problemi pagesës. Pagesa tani do zgjidhe për 3-4 ditë, është problemi bashkinta ose do vi urdhë nga ministria. Pasi më sorollat gjatë 20 ditëve, më fshihet drejtori arsimor, vetë të marr përgjigjen, i them, do do ta kërkoj bashkë me shoqet e mia këtë të drejtë nëpër ministrinë, nëpër drejt. Ai tha, nëse ikën, tha, ti tha do kesh probleme me mua, tha do të heq afe, tha. Hajde të thotë këtë? Drejtori arsimor Berat Selman Odaj. Ti e goditur nga kush? Nga Selman Odaj mi ka vënë mua ata persona, njëri është buri drejtoreshës quhet Reli Alushani dhe mi ka vënë Selmani. Ai është viktimë e Selman Odës bashkë me shokët e tij. Gjuani deri në pa frikë fare, gjuani një shjelën, vinin prapë. Në distancë 50 metra, 100 metra dhe këto i këtë të tëra nga Selman Odë janë sinjalet e para dhe ata ditor zhdukë. Çfarë të godisni? Me grushta dhe me shjelma. Në policinë e Beratit, a keni bërë një denoncim për dhunën e ushtruar nga buri i drejtoreshës së kopshtit? Po, berëm, më thëri shefi, vend shefi që ishte, pastaj ai poshtë, dhe ai poshtë më tha kot që vazhdon, tha nuk ka shua asnjë gjë. Ai duhet të thërritesh personi në momentin që unë usrolla ato 2 orë aty nga policia, pasi ata të më bënin denoncimin, nuk di çu shtali, thoshte. Raport mjekoligjor? Raport mjekoligjor, vajta te doktor Koçi, por nuk më dhan, më bën shenjat, më kanë bërë, jam komplet e dhunuar dhe nga trupi që nuk mund të zhvishesh, vetëm pamja këtu që tregon. Ai nuk më dha as raportazhe, do vazhdojmë, do ta ndjekim ne ta me prokuror. Po, në çfarë date ju e keni bërë denoncimin? Në datën 10, datën 2, në mëngjes në orën 10:30 ka ndodhur që më kanë ra hormon, në 12:30 është bërë pas 2 orësh. Dhe nuk keni asnjë dokument? Nuk kam asnjë lloj dokumenti. Keni kërkuar një kopje? Nuk më dha. Si ju tha? Do ta japin, tha, nuk e mbahet këtu, tha, i firmos së gjitha. Nga inspektori tani. Nuk e di emrin. Inspektori krimeve. Kjo ishte Adriana